Augustin. Përshëndetje, Raimonda. Faleminderit që jemi ne, si çdo herë duke na sjellë lajmet më të fundit nga BE-ja. Çfarë u fol, çfarë po flitet ende për Kosovën sot? Të sqaroj së pari në mëngjes herët ishte një takim i përbashkët i ministrave të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian me ministrat e vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe në këtë takim mori pjesë edhe ministri në detyrë i Kosovës, zoti Glauk Konjuca. Më pas, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian filluan edhe takimin zyrtar, pra të Këshillit të çështjeve të jashtme, ku ka shumë tema për të diskutuar dhe situata në Ballkanin Perëndimor po ashtu është një prej temave kryesore sot. Sa i përket Ballkanit Perëndimor, megjithatë duhet të them se dominon si temë Bosnia-Hercegovina, ku po ndodhin zhvillime pothuajse dramatike, sepse përfaqësuesi i lartë atje Christian Schmidt ka paralajmëruar dorëheqje. Prandaj kjo mund të krijojë edhe destabilizim politik në Bosnjë-Hercegovinë, ku gjithmonë duhet ndërhyrja e përfaqësuesit të lartë për të tejkaluar bllokadat që ndodhin në institucionet e këtij vendi. Sa i përket pjesës tjetër të rajonit, natyrisht dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është një temë e veçantë. Pastaj lufta kundër ndikimit negativ të huaj në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe fillimi i bashkëpunimit të vendeve të rajonit me Bashkimin Evropian përfshirë edhe perspektivën e tyre në procesin e integrimeve. Po ashtu si temë e veçantë për të cilën folin edhe zoti Konjuca, e kanë edhe atë ndihmën që jep Bashkimi Evropian për vendet e rajonit edhe përmes planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor, nga i cili plan së shpejti pritet që bashkarisht 6 vendet e rajonit përfshirë dhe Kosovën të humbin mbi 700 milion euro sepse nuk i kanë përmbushur sa duhet kriteret e afati i fundit s'ka donë në fund të muajit të ardhshëm. Këto janë ato që do i kisha përmbledhur si çështje që kemi arritur t'i mësojmë deri më tash. Takimi pra mes ministrave të Ballkanit dhe kolegëve të tyre të BE-s ka përfunduar, ndërsa tash vazhdon takimi ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. Dhe sigurisht sërish u përmendën zgjedhjet e reja që ne i kemi si vjet, e cilat pra e dëgjuam Kallas që tha kishte pajtueshmëri si në Kosovë si në Serbi që të vazhdoj dialogu në nivel të lartë, por zgjedhjet e shtyjnë sërish këtë proces që po shtyhet vazhdimisht. Po, këtë e tha zonja Kallas duke u shprehur se ka pasur pajtim nga të dyja palët që të organizohet një takim, por se tash është shtyrë. Për të njëjtën çështje ne pyetëm edhe ministrin e jashtëm në detyrë të Kosovës, zotin Konjuca, dhe ai tha se ky vit është pak a shumë i humbur sa i përket dialogut dhe ai pret të sheh se çfarë do të ndodhë në vitin 2027, sepse pos që do të ketë proces zgjedhor në Kosovë, ai përmendi edhe faktin se nuk ka mirëbesim mes Kosovës dhe Serbisë dhe ky mirëbesim nuk mund të kthehet përderisa Serbia të mos ndërmerr masa ndaj atyre që kanë kryer sulmin terrorist në Banjsk dhe sipas tij Serbia vazhdon përpjekjet për destabilizim të Kosovës, madje edhe në bashkëpunim me Rusinë dhe në këto rrethana ai nuk sheh mundësi të ndonjë përparimi domethënës në procesin e dialogut. E në anën tjetër edhe Serbia së shpejti mund të nisë një proces zgjedhor, prandaj edhe nuk pritet shumë nga procesi i dialogut, së paku në këtë pjesë të vitit që ka mbetur, e kanë mbetur pak më shumë se 7 muaj. Në ndërkohë, Serbia vetë nga përfaqësuesi i saj Xhurić përmendi asociacionin e komunave serbe si diçka që ata e presin që të finalizohet ka tashmë një dekadë. Po, Serbia prej që është arritur marrëveshja në vitin 2013, insiston që do e mos të themelohet asociacioni, mirë po Serbia nuk përmend asnjë kusht tjetër që Serbia duhet të përmbush. Në anën tjetër, Kosova përmend detyrimet që i ka Serbia, posaçërisht mos pengimin e antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare, diçka që Serbia nuk e përmbush si obligim dhe e kemi parë këtë, ndonë së shqortuar nga Bashkimi Evropian, asnjëherë nuk ka pasur pasoja për Serbinë. Edhe kjo dëshmon se secila palë i sheh interesat e veta dhe nuk shpreh shumë gatishmëri për të kryer ato që nga to pritet. Nuk ka fshehtësi dhe nuk ka pasur as në vitet e kaluara se niveli administrimit për serbët në Kosovë apo themelimi asociacionit të komunave me shumicë serbe, sido që ta ketë emërtimin, sido që të jetë përfshirë në marrëveshjen e Ohrit apo në planin e zbatimit, është diçka që edhe Bashkia Ndërkombëtare ka pritur nga Kosova dhe që vlerëson se Kosova nuk ka qenë e gatshme që ta bëjë.
Në anën tjetër, Serbia ka shfrytzuar këtë për të insistuar pikërisht së pari në themelimin e asociacionit, e pastaj të shohim se çfarë do të bëhej. Mirëpo Serbia asnjëherë nuk ka dëshmuar gatishmëri për të përmbushur obligimet e saj. Për më tepër kishte dërguar një letër këtu në BE duke bërë të qartë se Serbia asnjëherë nuk do të zbatojë disa pika të marrëveshjes që kanë të bëjnë me sovranitetin e Kosovës apo njohjen e Kosovës de facto apo de jure, apo edhe antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare siç janë Kombet e Bashkuara. E pikërisht një pikë asaj marrëveshje të arritur në Bruksel thoshte se Serbia nuk duhet të kundërshtoj antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Pra e kemi të qartë këtu mungesën e gatishmërisë edhe nga ana e Serbisë për të avancuar në këtë drejtim, por Serbia nga ana tjetër është shumë e kujdesshme që të mos shihet si fajtore për mungesë të progresit, në mënyrë që Serbia të vazhdojë të përfitojë nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor dhe pagesa tjera që Serbia rregullisht i merr nga Bashkimi Evropian. Dhe në këtë pikë, sa i përket marrëveshjeve, e dëgjuam pra që BE-ja do të ishte e kënaqur që vetëm ato që janë arritur deri më tash të zbatohen, për shkak të asaj që e përmendët edhe ju që nuk mund të kemi këtë vit dialog, gjasat janë të vogla që të vazhdojnë këtë vit, por u kërkua që të dy shtetet të paktën të zbatojnë marrëveshjet e arritura deri tash. Por Raimonda, ajo nuk është e paktën, nuk është pak, është shumë. Sikur të zbatojë gjithçka që është arritur në 15 vitet e fundit, atëherë raportet do të ishin shumë ndryshe, Kosova do të ishte antare e shumë organizatave ndërkombëtare, sepse marrëveshjet kanë shumë pika. Dhe gjatë këtyre negociatave dhe takimeve në kuadër të dialogut janë arritur shumë marrëveshje. Pra Bashkimi Evropian insiston që të zbatohen të gjitha marrëveshjet dhe të gjitha obligimet që kanë marrë palët. Në njërën anë, Kosova do të duhej ta themelonte asociacionin, por në anën tjetër, Serbia do të duhej po ashtu të njihte simbolet e Kosovës. Marrëveshja e Brukselit, siç e kanë thënë edhe vetë në Bashkimin Evropian, nënkupton de facto njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë, sepse nëse njeh simbolet shtetërore, nëse njeh dokumentet shtetërore, nëse njeh kufit, nëse pranon parimin për raporte të bazuara në raportet e barabarta të shteteve dhe nëse pranon që të mos kundërshtosh antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare, atëherë kjo do të thotë një njohje de facto nëse jo edhe de jure. Kështu që nuk do të ishte pak sikur të zbatohen të gjitha marrëveshjet që janë arritur deri tash. Fundit, nëse zbatohen të gjitha marrëveshjet, atëherë do të mbetej vetëm formalizimi i njohjes nga ana e Serbisë dhe nisja e procesit të antarësimit të Kosovës edhe në Bashkimin Evropian, për çka Kosova është në pritje për më shumë se 2 vite, prej kur ka dorëzuar në fakt që nga viti 2022 janë bërë gati se 4 vite prej kur Kosova nuk po arrin që të merr përgjigje në aplikimin e saj për antarësim në Bashkimin Evropian. Dhe për fund, Augustin, ne po shohim shumë punë sot atje në Bruksel, por këtu tek ne kemi festë, ne festojmë për ju duke që po punoni për ne. Po, urime festa, kalofshit sa më mirë qytetarët e Kosovës në kohën kur vetë Evropa punon. Dita e Evropës në pothuajse të gjitha vendet e Bashkimit Evropian shënohet si një ditë e rëndësishme në histori, mirë po nuk është ditë pushimi, nuk është festë kombëtare, nuk është as në institucionet e Bashkimit Evropian të cilat kanë punuar. Në fakt, ditën e Evropës kanë punuar duke pritur mysafirë, duke i mbajtur dyert e hapura të institucioneve, ndërsa sot punohet normalisht si çdo ditë tjetër e punës. Por gjithsesi e kam thënë dhe e kam shkruar edhe në gazetë, edhe me këtë festë kosovarët dëshmojnë orientimin e tyre drejt integrimeve evropiane, prandaj do të duhet që edhe këtë përkushtim të kosovarëve për të u integruar në BE ta vlerësojë edhe Bashkimi Evropian dhe më në fund të jep Kosovës mundësinë që të dëshmohet dhe të merr në një moment edhe statusin e vendit kandidat. Ministri Konjuvca e përmendi këtë në Bruksel duke thënë se pret që edhe Kosovës t'i hapen dyert dhe të merr Kosova statusin e vendit kandidat, sepse integrimi i rajonit të Ballkanit Perëndimor pa Kosovën nuk do të jetë i kompletuar në Bashkimin Evropian, prandaj ai pret që BE-ja të lëvizë në këtë drejtim. Faleminderit shumë, besoj që do të na sillni informata edhe në edicionin e lajmeve të orës 19. Patjetër dhe ju përshëndes po ashtu. Faleminderit dhe punë të mbar. Falenderojmë Augustinin dhe i shohim 2 deklarata atë zotrit Konjuvca dhe po ashtu të Kallas sa i përket asaj që vetë se na raportoi Augustini direkt nga Brukseli.
constructively engaged. Gjithashtu ne duam të kemi trajtim të barabartë dhe të drejtë nga BE-ja. Ne si Kosovë jemi gati të lëvizim dhe të avancojmë brenda këtij kuadri të procesit të bazuar në merita. Në të njëjtën kohë, ajo që mendojmë se është se çfarë do të thotë në të vërtetë ky proces i bazuar në merita, është që Kosova të ketë statusin e vendit kandidat dhe të nisë negociatat për antarësim në BE. Ajo që në të vërtetë po minon arkitekturën e sigurisë së Ballkanit Perëndimor, por edhe të gjithë Evropës, është ndikimi i keq i Rusisë në rajonin ton, dhe prandaj mendoj se një bashkim evropian i bashkuar dhe i zgjeruar duhet të shihet gjithmonë nga perspektiva e nevojës strategjike. Sa i përket dialogut me Serbinë, Kosova gjithmonë ka qenë dhe do të jetë gjithmonë konstruktive në dialog, por dialogu duhet të përfundojë me njohje të ndërsjellë. Le të fillojmë duke e marrë pyetësorin. Ky është hapi i parë. Pres më shumë optimizëm e rezultate konkrete. We'll discuss, of course, enlargement. What more can we do so that they... Ne në fakt kishim planifikuar dialogun Beograd-Prishtinë në nivel të lartë politik. Kisha marrë pajtimin nga të dy liderët, si nga Kosova, ashtu edhe nga Serbia. Por tani, në Kosovë po afrohen sërish zgjedhjet, gjë që natyrisht e shtyn këtë proces. Megjithatë, unë po punoj veç pas me të dyja palët, në mënyrë që të mund të vazhdojmë me zbatimin e marrëveshjeve që tashmë janë në fuqi. Ndërsa në takimin e sotëm do të diskutojmë bashkëpunimin lidhur me përballjen ndaj kërcënimeve hibride, të cilat janë të pranishme edhe në Ballkanin Perëndimor. Kemi pasur përvoja dhe praktika të mira nga Moldavia. Tani po punojmë edhe me Armeninë. Edhe vendet e Ballkanit Perëndimor po kërkojnë të njëjtën gjë, pasi edhe ato po i shohin sulmet kundër demokracive të tyre. Po diskutojmë gjithashtu për sigurinë dhe mbrojtjen, veçanërisht për partneritetin në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes me Malin e Zi, për shembull. Ajo që ne presim prej tyre është gjithashtu harmonizimi me politikën tonë të jashtme edhe të sigurisë, si dhe reforma që duhet të zbatojnë. Kosovo as well as Serbia, but now we have elections in Kosovo coming up again, which is of course pushing